Në emrin të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot. Salavatet, përshëndetjet, uratat ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë muslimanëve që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër praneshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Mirë se po takohemi sot në ditën e xumë, shtëpinë e Zotit, në këtë ders ligjërat para xhumaje, duke lutur fillimisht Allahun që mbi neve ai ta zbret faljen, mëshirën dhe bereqetin e tij, Allahumma amin. Vëllezër besimtar, që disa javë rresht jemi të folë për arsyet që e bojnë besimtarin të denje, që Allahu në zemrën dhe shpirtin e tij ekskluzivisht ta zbret qetësinë shpirtënore. Dhe javët kalume kemi përmend disa elemente cilat pse bojnë besimtarin më të veçantë, që Zoti ta zbret në zemrën e tij atë që ne e quajmë lumturi apo qetësi shpirtënore. Sot do të flasim për dy pika realisht, apo thënë ndryshe dy arsye, cilat e vërtetojnë apo e argumentojnë pse besimtari i takon me qenë i lumtur, i qetë në këtë botë dhe i lumtur, i qetë, i përhershëm dhe i shpërblyr në botën tjetër. Elementi që i parë që po kam dëshirë me përmend sot është se besimtari me besimin e tij shpëton nga ndëshkimi i dyshimit dhe pavendosmërisë. Kur njeriu beson, nuk lejon që në zemrën dhe shpirtin e tij me pas dyshime, sepse besimi është e kundërta e dyshimit. Sa më shumë që forcohet besimi, aq më shumë eliminohet nga zemra dhe shpirti i besimtarit kush? Dyshimi. Sa më shumë bindje në zemër, aq më pak dyshim. Sa më shumë besim, aq më pak pavendosmëri. Pra besimtari ka dy elemente. Elementi i parë është i zhveshur nga dyshimet, dhe elementi i dytë është i zhveshur nga pavendosmëria, apo me thonë ndryshe, beson fuqishëm dhe është i vendosur. Me këtë besim të thjesht por të thellë, me të cilën erdhi shpallja hyjnore prej Zotit, e cilën e pranoi mendja shëndosh dhe natyra e pastër njerëzore, dëgjoni me mendje, e pranoi mendja shëndosh, shpalljen hyjnore, e pranoi natyra e pastërt njerëzore, besimtari bëhet më i veçantë për dallim prej tjerëve dhe rrjedhimisht e meriton që në zemrën e tij Zoti i Madhreshëm të vendos stabilitet, bindje dhe vendosmëri dhe ta largon nga dyshimet, nga egoizmi edhe nga gjanat të cilat ja turbullojnë besimin. Me këtë besim të qartë, të thjesht, modest, por që rënjet i ka thellë në zemrën dhe shpirtin e besimtarit, besimtari arriti me i zbulu, me i kuptu qëllimet, objektivat madhore të jo vetëm të njeriut, po të ekzistencës në përgjithësi. Pra me këtë besim që Zoti e përzgjodhi besimtarin pasi që ai me mendjen e tij shëndosh, me natyrën e tij të pastërt, ju përgjigj thirrjes Zotit, atëre besimtari arriti mi kuptu shumë pyetje të cilat për to ka prit përgjigje, pra i morri përgjigjet nga shpallja e Zotit, rreth tij dhe rreth ekzistencës në përgjithësi. Me këtë besim qartë e qetësues besimtari pra arriti të zgjidhë sekretet madhore të ekzistencës. Pra pyetjet cilat i kanë mundu edhe filozofët të kaluarën, edhe shkencëtarët, dhe vazhdojnë që edhe sot shumë prej njerëzve ti mundojnë pyetjet pse ka marrë në këtë botë, apo thënë ndryshe paraprakisht nga ka marrë, pse ka marrë,
kush më ka sjell, çka do të bëhet me mua pas vdekjes, a ka jetë pas vdekjes, a merr fund jeta njeriu me këtë botë, pra cili është qëllimi pse unë ekzistoj në këtë botë. Krejt këto pyetje, besimtari me natyrën e tij të pastër, me mendjen e tij shëndosh, duke ju përgjigjë thirrjes, shpalljes hyjnore, ka marrë përgjigje për gjithë këto. Dhe besimtari i tillë e mësoj se ekziston një Zot, i cili është Zoti i çdo gjëje dhe i cili e ka kriju njeriu, por nuk e ka lënë njeriu vetëm pas krijimit, vazhdimisht e ka mësu njeriu, e ka udhëzu njeriu, e ka përkrah mendjen e njeriu me shpallje, me pejgamber dhe libra të shejta, cilat ja kanë lehtësu njeriu mi kuptu shumë gjana cilat njeriu nuk i ka ditë. Pra, ky besimtar i cili ju është përgjigj thirrjes Zotit dhe duke ju nënshtru edhe thirrjeve dhe detyrave të Zotit, e ka kuptu jetën ma lehtë, e ka kuptu jetën pas stres të ngarkesë të prune, e ka kuptu se njeriu në këtë botë ka ardhur për të punuar, për të angazhuar, për të mësuar, për të studiuar, dhe të njëjtën kohë njeriu ka ardhur në këtë botë për ta luajtur rolin e mëkëmësit të Zotit në tokë. Sepse Allahu xhaleshanu kur ka folur për krijimin e njeriu, i ka njoftu melekt dhe mbas kësaj kuptohet që melekt janë krijuar përpara njeriu. Zoti në Kur'an, në surën më të gjatë Kur'anit, në surën Al-Baqara thotë: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Kujto Muhammed, kujto në kur Zoti u tha melekëve, angjëve, unë do ta krijoj një mëkëms për fatësues timin në tokë. Dhe përgjigjja melekëve duke u bazuar në krijesa të tjera që ishin e gjend, edhe ato janë krijuar përpara njeriu, dhe duke pasë ato kishin gatresa në mesveti dhe shpesh herë vinin deri tek gjakderja, a dini çka thanë? I thanë Zotit: "O Zot, a do të krijosh asnjë lloj krijesash, cilat do të hinë konflikt mes veti, do të derdhin gjak, pra dhe do të bëjnë çrregullime." Qale inni a'lamu ma la ta'lamun. Zoti u tha melekëve: "Unë e di atë që ju nuk e dini." Pra unë e di se çka krijoj, me urtësi krijoj dhe detyria jame ka përfshi çdo gjë. Në këtë kontekst, pra Allahu ja mësoi njeriu se kjo jetë është e shkurtër, por të njëjtën kohë përveç është e shkurtër, është e përzirë dhe ngatruar mes të mirës dhe të keqes, mes drejtësisë dhe padrejtësisë, mes të vërtetës dhe të kotës, dhe mes gëzimit dhe dhimbjes. Pra njeriu në këtë botë e ka një lloj lirie, e cila është e kufizuar, dhe në sajët kësaj lirie, njeriu që Zoti e ka ndëruar njeriu për dallim për shumë krijesa të tjera, se njeriu e ka lënë Zoti të lirë, njeriu e paguon në një lloj fature, e paguon një lloj çmimi. Ajo është ekzistenca e keqes, ekzistenca e sprovës, ekzistenca e ligës, pra çdo herë e mira dhe e keqja, e dobishmja dhe e damshmja, e drejta dhe e padrejta, apo e kota, janë një lloj lufte. Dhe njeriu besimtar, për krahas këtyre turbulencave që ekzistojnë në jetën e tij, arrin me dal shëndosh e mirë, sepse ka ku mbështetet, ka ku i beson dhe merr një lloj force dhe energjie që është besimi dhe mbështetja në Allahun xhaleshanu. Wa man yatawakkal 'ala Allah, fa Allahu në Kur'an fa huwa hasbu, ai që i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Pra ai që i mbështetet Zotit, Zoti i mjafton atij. Pra kjo është besimi. Kur njeriu ka besim, atëherë ju ka mbështet një fuqie e cila nuk mposhtet. Sepse ai është krijuesi. Dhe urdhnat e Zotit a dini çu fillojnë: kun feyakun, bëho dhe bëhet. Sepse po ti dënon të Zotin njerëzit, po ti marrën në pyetje më një herë pas aktit të keq që e bojnë, do të shkatërrojë kjo botë. Dhe nuk do të kishte funksionu kjo botë për qëllimin në cilin e ka kriju Zoti, se do të ketë një botë e përkohshme që është dunjoja në cilën na jemi, dhe njeriu si qenia më e zhvilluar dhe më përstues në dunjë ka një rol, roli i njerit është me udhëheq botën dhe me çu ka e marra. Po të vend të dënimi i Zotit më një herë kur gabon njeriu, atëherë do të shkatërrojë kjo botë dhe nuk do ta luante rolin për cilin Zoti e ka kriju si bashkë apo si vend mbjellje për ahiret, për botën tjetër.
Prandaj njerëzit që nuk kanë besim dhe nuk kanë mbështetur Zotin shpeshherë i bëjnë këtë pyetje: pse gjithë kjo gjakderdhje në botë? Pse kjo luftë? Pse kjo padrejtësi? Pse kjo në atë kuptimin sikur dojmë të thonë ku është Zoti? Ku t'jeni Zoti është me juve? Allahu në Kur'an ka thënë. Ku do që t'jeni? Allahun, bikqyren e Zotit, fokusin e Zotit, kamerën e Zotit e keni me veti. Mos e llogarit dikush Zotin shkujdesur nga aja çka bojnë, punojnë njerëzit e padrejtë dhe njerëzit zullumçar. Mos mendon dikush se njerëzit bojnë padrejtësi e derdhin gjak të njom të fëmijëve të pafajshëm se Allahun nuk i mbikëqyr. Allahu i mbikëqyr, por Zoti nganjëherë vonon që kur të vjen dënimi i Zotit atëherë të jetë meritor, por dënimi i Zotit është i drejtë. Zoti nuk dënon dikan padrejtësisht. Edhe kur e dënon me mos, me drejtsinë e tij absolute. Pra kjo botë besimtari me mendjen e tij të shnosh, me natyrën e tij të pastër, me shpalljen e Zotit që e ka marrë si mesazh dhe si udhëzim, njeriu e ka kuptuar se kjo jetë është thjesht rruga për një jetë tjetër që mbetet dhe vazhdon, jo kjo jetë që iken shpejt dhe është kalimtare. Pra besimtari mëson se nuk është krijuar kot dhe se nuk është lënë pasdore. Pra besimtari me bindjen e tij, mesaj se nuk është i huaj në këtë botë, as i veçun prej saj. Besimtari ka një pasuni të madhe. Aja është besimi, për që ata quhet besimtar, për dallim për jo besimtare. Te pyetja mos harroni temën. Pse besimtari Zoti e ka mbush zemrën e tij me qetësi dhe rahati, jo dikush që s'beson? Sepse besimtari nuk lejon zemrën dhe shpirtin e tij me pas dyshime. Nuk lejon me pas dyshime. Prandaj e ka vizionin e qartë, e ka qëllimin e qartë, e ka bindjen e qartë, e din pse ka ardhur në këtë botë, e din çka kërkohet prej tij, e din rolin e tij, e din se është kalimtar, e din se jeta është e shkurt, por mundohet që jetën e tij të shkurt, me zgjat, a ka mundësi me zgjat jeta? Po, me vepra dhe punë të mira. Ka thonë shenja një njeriu të mirë. A dini cila është shenja një njeriu të mirë? Një ftues i madh, një thirrës i madh në rrugën e Zotit, Zoti na bashkon në xhenet me ta, e ka një fjalë shumë të mirë, thotë, shaja e njerit të mirë është se kudo që të shkon lën gjurmë të mira. Besimtari rrjedhimisht është edhe një njeri i mirë. Ata që nuk besojnë, për dallim prej besimtarit, ata janë të mbushur me dyshime, janë të mbushur me shqetësime, janë të mbushur me pasiguri, nuk janë të kënaqur as me veten e tyre. Se i takon besimtarit me koni qetë shpirt, njëra prej arsyeve është sepse me besimin e tij i ka largu dyshimet, e ka largu pasigurinë, dhe si i tillë është besimtar stoik i qëndrueshëm. Elementi i dytë, besimtari e ka qëllimin objektiven e qartë dhe realisht kjo është rruga e besimit të tij. Pra, rruga e besimtarit cila është? Qëllimi i pastërt, vizion i kthjellët. Pra besimtari ka qëllimin e pastërt. Nuk jeton pa e ditë pse. Po te besimtari pseja ka përgjigje. Pse je kriju? Kush ka kriju? Çka është arsyeja? Çka do të bëhet me ty? Pyetjet që cilat besimtari ka vizionin e qartë. Nëse shohim jo besimtarin në këtë drejtim, Allah ka përshkruar në Kur'an, ka thonë, ata kanë një jetë plot mundime. Kjo nuk do të më kuptu vetëm në kontekstin e botës tjetër. Por ata e shohim që edhe vetvrasjet, edhe depresionet të thella, edhe streset pa kontrolluar, edhe smundjet psiqike, natyra të ndryshme, mas të madhe kanë rrokun atë që nuk beson. Besimtari për dallim prej jo besimtarit e ka qëllimin e pastër. Ai nuk jeton i hutuar, ai jeton për hir të Zotit. Pa marr parasysh ai pëlqej dikujt djathtas, apo nuk i pëlqej dikujt majtas, apo dikujt prapa shpinës, a dikujt para, ai e vazhdon sepse ka qëllimin e pastër. A dini cili është qëllimi i besimtarit? Me arrit kënaqësinë e Allahut. Kjo është vizioni i tij. Kjo është qëllimi i tij, me arrit kënaqësinë e Allahut.
E dini shumë mirë atë tregimin, sidomos ju që jeni pak më në moshë, më të moshuar. Atë tregimin e prindit me djalin, i cili po thonë prindi, baba, djali dhe gomarin e kishin shoqërues. Tu shku rrugës, tash e kishin gomarin me veti, kush po hyp në gomar? Djali po thot babës, hypti. Hypi baba në gomar. Njerëzit fillojnë për shumë me përqeshin. Qysh ka hyp vetë djalin e kalo kam me ecë. I nrun rolet, baba i tha djalit po zbreson hypti. Hypi djalin në gomar. Kur hypi djalin në gomar, fillon pjesë tjetër në rrugës, njerëzit po e përqeshin. Je hyp në gomar e kalo babën me ecë kam. Shemi dëgju njerëzit, djatas majtas, opinionet e njerëzve. Kështu jeton ju besimtare, që do ta shohim rezultatin. Çfarë bënë zbretën dyt? Po zbresin, gomorin peqesin përpara, këta po ecin kam. Një turm tjetër e njerëzve tha, shofa njerëz të marrë. Të pas gomorin, të shy bilinjoni prej tyne. Djalit i erë një ide, tha bab, tha qesim gomorin në shpinë. Mos i përna përqeshen, që shpja bojna. Tha peqesim gomorin në shpinë. Edhe nashta i nalën fjallë të njerëzve. Baba ishte me. Natyrisht majort me përvoj, tha djalit, tha po që se e qesim gomorin në shpinë, do të kemi 2 vujtje. E para do të lodhemi, se gomori ranë. Edhe dyta prap njerëzit do të flasin, kanë më na akuzu se jemi çmendun. Tha po çështë ja bojna, njerëzit prap do të flasin. Ju besimtare, ai që nuk ka besim jeton kështu. Sepse ai nuk ka qëllim të qartë. Ai mundohet me kënaqë ton. Fillon me kënaqë ton, jo, hajt këto tjetrën, edhe jetën e ka sa djata, sa majta, se ka në hulaj. Nuk ka siguri. Kurse besimtari nuk vuan nga të tilla preokupime. Sepse roli dhe qëllimi i tij është me kënaqë Allahun xhaleshanu. Poeti, po një varg poetik, në lidhje me këtë ka thonë shumë mirë, ka thonë, me ty jam i lumtur si do të jetoj. Gjithçka pas kësaj më duket e kot, dashuria jote, drejtohet Zotit, natyrisht dashuria jote më bën të mendoj se je më i shtrejti për mua në botë. Pra, besimtari jetën e bën për Allahun. Nuk merr asgjë çka tha ai, e çka tha ky, e çka tha ai në çosh, ai tjetri atje në atë çoshin tjetër, ai tjetri në atë skojnë tjetër, ai tjetri çush do të komentoj fjalët dhe muhabetet e mia, po vizionin e ka të qartë, qëllimin e ka të qartë, nuk kemi synim tjetër vetëm me arrit kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Besimtari pra ka vetëm këtë preokupim, që ta gjej rrugën që e çon tek kënaqësia e Allahut. Allahu na ka mësuar një lutje në çelësin e Kuranit. A ke po njëri kur e dhe skirën me çelës? E për me dhe skirën, në Zotin na kalon neve një sure ka emrin El-Fatiha, që është çelësia. Për me dhe skirën maçinën e Kuranit. Për me funksionu njëri pa dhez me çelësin e Kuranit El-Fatiha nuk funksionon kurrë. Për çata është sure me cilën hapet Kurani. Është një ajet në këtë sure thotë Zoti, çtem në recate lexojmë surën El-Fatiha. Ihdina as-siratal mustaqim. Udhëzona në rrugën tonë të drejtë. Që kjo është preokupimi besimtarit. Me gjetë rrugën që na çon tek kënaqësia e Allahut xhaleshanu. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që i ke begatu. Ghairil maghdubi alehim, jo në rrugën e atyre që i hidhrun me ta, ose dalin e as ata që e kanë humbur rrugën. Kush janë këta që i ka udhëzuar Zoti? Kush janë këta që i ka begatu Allahu? Kush janë këta që e kanë arrit kënaqësinë e Allahut? Minan nabiyina, janë profet, pejgambert, was siddiqina, sinqertit, was shuhada, janë martyrët, shahid në rrugën e Zotit, was salihin, dhe njerëzit e mirë, wa hasuna ulaika rafiqa, çfarë shoqëruesit mirë kanë ata. Allahu xhaleshanu.
Pra preokupimi jonë si musliman, si besimtar në rrugën e Zotit është që me gjetë rrugën që na çon tek kënaqësia e Allahut xhaleshanu. Kur ka folë Zoti për këtë rrugë në Kur'an ka thënë, kjo është rruga e Zotit, po feja e Zotit. Thotë Allah, kjo është rruga e ime e drejtë, pra është fjala për Islamin, që e caktova për juve, thotë Allahu. Pra përmbajnë në kësaj e mos ndeshni rrugë tjera e t'ju ndojnë nga rruga e tij. Zoti po na tregon që një rrugë është për tek Zoti. Aja ka emrin Islam. Një të tërë, amen. Mirë po Zoti po na tërhiq vërejtjen se ka dhe rrugica, çarësakaçe, anash. Në kryet se cilës rrugic, Allah pejgamberi ka përmend hadith, është nga një shejtan, djall, tojfël, i cili fton, nxit për me deviju rrugën e Zotit. Ato mund të kenë emra të ndryshme, ngjyra të ndryshme, por e rëndësishme është që Allah po na tërhiq, po Islami, feja, rruga për të kënaqësia e Zotit është e qartë. Kto ndjekne. Kush e ndjek këto, atëherë realisht e ka arrit kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Allahu na ka treguar në Kur'an po ashtu. Se ai që ndjek rrugën e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salam, ai realisht e ka ndjek rrugën e Zotit, rrugën e drejtë. Pse? Sepse rruga e pejgamberit alayhi salam është rrugë praktike e asaj që Zoti ja ka mësuar Muhammedit alayhi salam. Për me pas rrugën më qartë, këtij pejgamberi Zoti i ka dhënë dritë. Kush është ai nur? Është Kur'ani, fjala e Allahut. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Dëgjoni Allahun, dëgjoni të dërguarin e tij. Po këtij të dërguari Allah i ka dhënë dritë. I ka dhënë fija, ka zbrit Kur'anin. E Kur'ani është aja rruga cilën na duhet me ndjek në mënyrë që me arrit kënaqësinë e Allahut xhaleshanu.